Mirë, mëngjesi nga makina. Është shtun, ka kaluar më shumë se një javë, jo më shumë se një javë ka kaluar. Kemi qenë smur të gjithë. E nisi Bianca, e vazhdoj Mario, e vazhdoj Evan, më mbajti po themi më pak se 24 orë. Edhe më në fund ditën e shtunë neve do dalim Giro. Kemi në plan të ikim tek Hailey, si është ajo Mario? Gjithmonë pyes Marion. Si? Hailey Island. Hailey Island. Qa kemë mami? Do shkojmë bëjmë një piknik të vogël në det. Ideja është thjesht të marrim çik rrezë, të pushojmë çik, të marrim çik atë jodin, edhe të jemi çik okej, sepse ka qenë një javë shumë sfilitse. Dje darkën pasi mbarova punën, fillova në çik me pastrimin, edhe pastrova katin poshtë. Edhe tani kam shumë lavatrice për të vënë për të larë, mirë po sot i vum naftën lavatricës edhe çdo gjë tjetër dhe tham do ikim të rrim një 2 orë, 3 orë atje në det, në breg të detit të shijojmë çik atë atmosferën atje. Sot një orë. Moj majmuni. Se Evan in gjumë le mami. You see the sea? Mami, we're not gonna go inside the sea, because it's cold. Come on, Evan. Put it on, mami, se fryn çike. It's cold, Evan, it's cold. Let me see your hair. A thua të marrim batanie? Batanie? Ja, me ke, qa batanie? Jo, nuk për djali, no, hajde. Jo, biberone kam unë. Hajde. Oh, Bianca, take your water bottle, mama. Oh! Hajde, take your water bottle. Oh, sa lezetshëm. Come on, Evan. Ka kaluar gjithë të vite, edhe nga që është kështu si me gura, prap kur shikoj në tokë, shikoj, a bën kjo guri për pet? Ha, Mario? Pet tjetë. Shiko, kjo është shelf, po kjo është fosil tani o Mario, se është në gura, apo jo? është seashell. Po pra, po që duam këto, do i mbarim në këto? Ja në tjetra. Po, ja ku ke dhe tjetra, ty pas ke ploto, Mario. Ja tjetra. Tumole, hajde tumole! Kuj s'kon ti me mam? Hajde, mami. Hajde! Bianca, run to daddy! Mario është, se s'fokusohet ja, është fokusuar të këto shelves. Edhe ka gjetur ca të lezetshme. Po, neve në shtëpi zëm bajmë kjo. O Mario, erdhi. Evan, hajde ma. Go to daddy, Evan. Are you happy, Bianca? Yeah. Let me see your face, mole. Are you happy të erdhëm të plazhi? Deti, this is Deti. Mario po kërkon për thesare. Guacka do më thënë. Ky është thesari, guackat. Kjo qetësia që t'jep Deti është fantastike. Mario ka qenë janar që më thot hajde ikim, po s'kan qenë ditë të mira, dhe unë i kam thënë jo. Po, këtë kemi diku tek 1 orë pak nga shtëpia. Edhe është shumë e lezetshme ky ishull i vogël. Tani ka marrë ka marrë këtë me toste me vete. Këto që i shifni pak ore janë për kalamajt, ndihet. Çik domate dhe rrush. Here. Heqim këto kapakët.
Të hidhen Mario sa njëri sot tjetëri sipër. Did you know? Nuk e did you know? Pa! No atrevería y quiero esto la son. Soy ángel, yo no puedo intensitar. Si me muero, tus ojos y una luna llena. Si me muero, yo me. Shifin që ka teleporushan. Bën ajo ta marrë madh. Më shifin qik. Gjëra pa fund, këtu pa fund. Gjens mi që gjeta këto për Easterin. Edhe shohin prap një 2-3 gjëra tjera. Kam lërë një 2 gjëra tek përdorurat, atje në Hailing Island. Kishte 2 charity shops, edhe mora një 4 gjëra. Mora këto pantallonat për Marion që janë me xhepa, edhe këto ishin akoma me etiket. Ishin 3 copa 10 pound, prandaj jam marrë 4 copa unë. Një, tile poshtë. Këto pantallonat nga Next. Upsi. Që ti ketë Mario ti kombinojme në gjë, pantallonat shkurtra. Janë kështu si me pika të imta, janë shumë të lezetshme dhe këto. Edhe këto me etiket. Pastaj mora unë këtë, edhe unë këto me etiket. Dhe këtë dhe ato 2 pantallonat i mora 10 pound. Kjo është e HM's, është bluzë pambuku, është kështu ajo butter yellow, ajo e verdha e lehtë. Edhe ideja është që unë kur shkoj në Shqipëri vesh kanatiere, hedh të sipër, përgjithsisht, ose vesh direkt për banje, hedh të sipër, i vë një kops kështu, edhe pi kafe. Ore, kjo më duket si për burra mua, se këtë prerjen për burra e ka. Pika kakao. Për atë zot është burrash. Në përvoje. Do të zhveshme. Nuk e thot këtu çfarë është, po është për burra. si burra, po veç që puna e mbaj vetëm këtë. Se më pëlqen, ha. Komentoni poshtë, ku ti shkon? Mua apo verës? Jo, 2-3 mirë, unë thjesht për ta hedhur sipër e doja, po sa ashtu ti mbaj vetë, s'ka gale. I don't know what you heard about me. Ooh! Më shkon fix mu. Edhe gjeta dhe këtë një 4 pound e gjysmë, më 2 kile desha. I ketë të treja me etiket. Nga po dhe. Mora këtë që ta vesh në Banda, një you kops. like my new Me one? një kops, me një fustan, me një gjë. Tani unë bëra një gabim shumë të madh, se më ngeli shumë fiksim një fustan i zi që pash me xhepa. Ishte kanatiere, ishte masë e madhe, shumë e madhe në fakt për mua. Mirë po duke qenë se ishte kanatiere, mendova që kjo kanatiere do vi këtu. Dhe ideja është më ta ngrija lart, ta kapja këtu. Mirë po nuk ka makinë qepse këtu, kështu që kjo e bën çikacarim nervash, se po të kisha makinë qepse do isha rregulluar vet. E të blej makinë qepse vallai ma ka qefi, po s'kam kohën. Kështu që nëse unë e kam atë dhe ma ka qefi, po s'kam kohën, atëherë çfarë? Nëse ne sot u kënaqëm jashtëmase shumë atje që ndënjëm. Edhe ideja ishte thjesht ta vesh të me një fustan me një gjë gjatë verës, edhe me që ka dhe Bianca, ja kam bler dhe Biancas një të tillë. Atëherë mora dhe unë kështu, me një gjë të zezë edhe kaq, that's it. Tash edhe kjo për të larë. Hiqe Mario, hiqe. Pas ndaluam tek Home Bargains, edhe mora këtë për ta varur tek dera. Po. Vera? Ha. Ishte shumë e bukur, më pëlqeu shumë. Unë ta vëm fakt tek aty te harku kam vënë një Happy Easter. Kështu që yes, këtë ta vëm për jashtë tani. Kemi ca dhurata për të bërë për ca beba të vegjël, kështu që mora edhe një nga këto lodra klasike të thjeshta për fëmijët. 2 kostume që i gjeta njësoj mora tek Tike Maxi. Kështu Easter Hunt shigjeta për gjetur ku i ka vezët të fshehura Bianca. Mora këto kapset për peshqirat, sepse gjithmonë them, jo nuk i dua. Dhe sa herë që pastaj shkojnë në Shqipëri edhe shtrime atje, bëhem pishmap se nuk i mora. Kështu që kam marrë këto Do Not Disturb. Edhe këtë që thot Salt in the air, sand in my hair. Ne. Mora, ca
maska për fytyrën, këto peel off, edhe ca të tjera hidratante. Më në gjithë kam ca të asaj firmës koreane që bleva, edhe duhet vë si e puna atyre, sepse këtë një javë që neve kemi ndonjur në shtëpi, nga që unë jam marrë me fëmijët, edhe vetë temperaturë, dhe ata temperaturë, edhe unë nuk jam marrë as ujë, nuk kam pirë as asgjë, e ndjej lëkurën shumë, po shumë të thatë. Edhe mezi pres që të filloj ta hidratojnë çik se vdiqa. Edhe këtë lule që do ta vë tek dritarja për jashta. Ideja ishte kisha shumë kohë që më mungonte diçka atje, edhe gjeta këtë të Home Bargains, që me thënë drejtën më pëlqen, është e thjeshtë, është e lezetshme. Gjë, edhe kështu si pranverë me këto ngjyrat. Që këto Lego Flowers që kishim atje përpara se i tonte Bianca, edhe ndërgjej vendin e këtyre. Gur. Ideja është që kur bëj turshi të kem këto gurët që të rëndojnë, edhe ta ulim poshtë. Ka lezet kur ka diell, i kam larë gjithë rrobat, kam vënë atje, këto i palosa dhe të i çojmë brenda. Nga që kemi qenë një javë kështu smur, qa nuk kam nxjerr për të larë çdo lloj gjëje. Qafe këto, okej, është normale. Napa, çfarë tjetër? Rroba, çdo gjë. Kam larë 2 lavatriçe sot, grumbullin që mblodha nga rrobat që kishim këtu, jo çarçafët lartë e tjerë, edhe plot gjëra për të bërë. Tani, shtëpia ime është shumë lëmsh, mirë po do t'i sistemojmë. Këtu do bëj një përzierje për të larë dritaret, që është ujë nxehtë. Do ta fto pastaj aq sa ta duroj dora, feri. Edhe uthull të bardhë. Tani kësaj përzierjes i shtoj sot buke dhe kur heq në njoll tapeti. Dhe më ka funksionuar. Gjithsesi, unë tapetin e hoqja sepse dua ta laj tamam sakt jashtë. Mirë po kjo përzierje që sa për tregova, feri, ujë i ngrohtë edhe vinegar, uthull edhe baking soda është shumë e mirë për të larë një njoll që ju del në tapet. Nëse tani unë këtë do ta ftoh çik me ujë, se nuk e përballoj kaq të nxehtë, mbushet. Edhe do laj dritaret si me shkum. Po mundohem të bëj shumë gjëra sa kam Evanin në gjumë, me këtë do e tërheq, me këtë do ta pastroj, edhe me këtë në fund fare dhe nuk ngelet as edhe në një lloj shenje. Kjo është shumë e mirë, unë e përdor edhe për pasqyrat, edhe kjo është shumë e mirë, por sidomos kjo është perfekt. Tani ikim jashtë. U rregullua. Më pëlqejnë shumë këtë lule që mora dje. Një sistemojmë. Sot ka qenë dita e pastrimit te. Edhe tani ikëm bën pazarin, duke qenë se është e diel. Të gjithë supermarketet mbyllen në orën 4, në orën 3:20 ishim atje. Mirë po, më në fund e mbyllëm. Unë kam blerë këtë gjën që e kam për tortat, kur të bëj, duke qenë se kam në plan të bëj shpesh, edhe mund t'i transportoj edhe kur shkoj tek Vlaj Mario, apo në një vend tjetër. Ishte diku të 10 pound më duket kjo, por që është e lezetshme se e mbron kështu edhe në frigorifer e mban me këtë, që do të thotë nuk është, si të thuash, e mban të butë, se frigoriferi ka tendencën sidomos të me ajër, të krijojnë si tip korja, s'di si ta them. Po nejse, kjo është kind of nice. Gjithë e kam me vezë çokoladash domethënë, për Pashk. Sa do t'i shpërndaj, sa do t'i jap Biancës dhe Evani, do t'i vënë për vende të ndryshme që të bëjnë Easter hunt. Kështu që yes, ka plot. I mblodha edhe këto. Aty kam koshin e ca rrobave që janë thari, kam palosur dhe i kam vënë, kam për t'i çuar lart. Edhe kjo është e gjitha. Ndërkohë kam vënë orizin në ujë sepse do bëj chickpea curry rice
oriz me qishra, salcë me qishra, me qumësh kokosi etj. Kam pas bërë dhe herë tjetër dhe jo kam treguar, mirë, po këtë po mendoj ta bëj në recetë më vete që ta kem. Kështu që yes, vazhdoj punën. Hana me Evanin në gjumë këtu. Edhe unë që nuk filmova shumë gjatë javës, mirë, po kisha shumë dëshirë që t'ju thoja, t'ja ul pak zërin televizorit. Po jo da fikim. Kisha shumë dëshirë që t'ju thoja diçka për sa i përket lëkurës. Ok, në përgjithsisht nuk është se bëj kështu që të them ky krem është shumë i mirë, është 10 nga 10, është më i miri, më i keq etj. Sepse çdo gjë ndryshon nga lëkura në lëkurë. Në janar mora The Beauty of Johnson, një skincare korean shumë i njohur ose shumë i përfolur etj. Tash unë kam 2 këtu me vete, mirë po mora të gjithë setin, mora larsin, mora atë vajorin që të heqi krem pudër, tualet, qerpik etj. Atë e kam përdorur se kam përdorur një 2 herë, nuk më pëlqen, ka një konsistencë shumë të trash. I mora këtu. Beauty of Johnson, shumë i përfolur, shumë kështu etj. Atëherë, t'ju them mendimin tim të sinqert për sa i përket Beauty of Johnson, duke qenë se u bën 3 muaj që po kam përdorur. Disa produkte, ja 2 produkte pothuajse i kam harxuar, të tjerat janë këtu. Atëherë, ky është përmbajti vajor që është i përbërë me ginseng. Ideja është që të heqë make-upin në fillim dhe pastaj ti mund ta lash. Nuk më pëlqen sepse ka një konsistencë shumë vajore, edhe unë prej wow, kur mendoj tani që unë jam sa i zot e di, ja t'ja u them thjesht fare, unë jam diku tek 38, bëj për një pak kohë, për ca javë, kështu që yes, unë nuk kam bërë asnjë trajtim, nuk kam bërë edhe pastrim fytyre nuk kam bërë, sepse e tillë është jeta, e tillë është çdo gjë dhe ndoshta gaboj shumë, nuk besoj në trajtime që bëhen 1 herë, 2 herë, por duhet të bëhen në mënyrë të vazhdueshme. Nuk kam bërë filler, nuk kam bërë botox, nuk kam bërë mbushje, nuk kam bërë as edhe një lloj gjëje në lëkurën time, vetëm gjë që bëj është që heq mustaqet edhe vetë. Ajo mustaqet ishte domosdoshme për ta thënë. Atëherë, ky përbërësi vajor nuk më pëlqeu. Mirë, po unë kam pothuajse 120 vjet që përdor 20-22 maksimumi, që përdor vajin e kokosit për të pastruar fytyrën. Merr pak vaj kokosi, fërkon fytyrën but edhe e lan në këtë mënyrë në mënyrë perfekte. Kështu që ndoshta është aroma e ginsengut, ndoshta është një gjë tjetër që më vinte pak aromë fort, por nuk më ka pëlqyer dhe shikoni që nuk është përdorur fare. 1. 2. Ky është Essence Water, që është hapi i parë që duhet për fytyrën, më ka pëlqyer, e kthej kështu bam të dora, e ja bëj fytyrës lap. Ja bëj fytyrës dhe është përgjithsisht është okay. Të jep atë ndjesin e freskisë, nuk është se bën ndonjë gjë, thjesht hapi i parë, le të themi. Ky është peeling gel. Atëherë këtë e vë këtu dhe e fërkon kështu, edhe të duket sikur po të heqë gjithë qelizat e vdekura. Është më shumë iluzion, nuk mendoj që është e vërtet, është pak a shumë si puna skrabit, mirë po me këtë e ndjen shumë të rehatshme. Unë kur laj fytyrën si fillim e bëj me vaj kokosi jo këtë. Pastaj e laj diçka që nuk ka sapun, varet se çfarë ju pëlqen juve, një larës fytyre pa sapun. Nëse dua një pastrim që ta ndjej lëkurën më të thellë, e bëj me këtë ose me skrab. Ky bën pak a shumë procedurën e skrabit, po nuk është skrab, është më i butë për fytyrën. Është okay, është i lezetshëm, kam përdorur jo shumë, po e kam përdorur. Edhe email. Pastaj kemi serum, unë kisha edhe një serum tjetër, por që nuk po e gjej. Serumi është përdorur, shikoni, është pothuajse në pikat e fundit, kështu që e kthej shumë mbrapsht për ta përdorur. Edhe është i mirë, është i lezetshëm. Dhe pastaj është retinoli, që shikoni që e kam përdorur goxha, retinoli ai për syt. Ky është eye serum, është ginseng edhe retinal, jo retinol, që presupozohet që të jetë më i fortë etj. Ideja është që është i mirë, është i lezetshëm, por jo 100%. Ato produkte që mua më kanë pëlqyer shumë nga Beauty of Johnson është një zbutësi i lëkurës, kremi hidratant për fytyrën.
i cili më duk shumë e mirë, e kam mbaruar për një muaj e pak dhe është hedhur vlera pastaj. Dhe më ka pëlqyer pafund edhe SPF-ja. SPF-ja normale, po dhe kjo tint. Kjo tint përgjithsisht kur do t'i japësh çik një ngjyrosje të lezetshme fytyrës se të dalësh në ngjyrë me Marion, sepse unë nuk kam qejf të përdor krem pudra. Domethënë, ndër produktet më të mira të Beauty of Johnson, unë do thoja kremin hidratues, do thoja SPF-n me ngjyrë dhe SPF-n pa ngjyrë. Këto janë. Beauty of Johnson është shumë i mirë. Nuk e vëmë në diskutojmë, më pëlqen, është i mirë e tjerë. Mirë, po unë mendoj që Beauty of Johnson nuk është për lëkura të maturuara, nuk është për lëkurën time, është për lëkura më të reja, 25, 28, hajde dhe po them dhe 30. Por unë që jam 38 vjeç, dua një hidratim pak më të madh. Gjatë javës që fëmijët ishin me temperaturë dhe unë kisha një lloj stresi, edhe unë kisha një lloj temperature, por që jo nuk isha aq keq sa ishin këta. Dhe nuk pata as kohë t'i vë as vajra, unë përgjithsisht e bëj dhe me vajra shumë fytyrën. Atëherë ndjeva që fytyra ime u tha shumë dhe kishte nevojë të hidratoheshe. Bëra maskën hidratuese të këtyre që nuk po e gjeja tani për momentin, edhe ajo është shumë e mirë dhe hidraton në thellësi, është goxha e mirë. Dhe përveç asaj, kremi hidratues edhe SPF-t. Asnjë gjë tjetër nga Beauty of Johnson unë nuk do ta riblija. E bleva, i përdora, janë okay, nuk janë të këqija, janë shumë të mira, por jo për një lëkurë të maturuar që po shkon drejt 40 vjeç. Kjo lëkurë e maturuar për mendimin tim do më shumë hidratim. Jo momentin që ti e vë dhe pastaj ta ndjesh që vërtet tu tha prap lëkura dhe ke nevojë të riaplikosh. Okej. Kjo ishte ajo ideja ime që unë po riaplikoja gjatë gjithë kohës. Tani dhe fillova të kërkoja. Përse kërkoja kremra koreane etj, kam përdorur këtu edhe para një 5-6 vitesh një herë, kur ishte Bianca Bebe që unë nuk përdorja dot retinol. Edhe sepse kur jemi gjip presupozohet që nuk përdor retinol. Tani unë edhe Evan me gjë e kam, mirë po është shumë pak krahasuar kur e ke Bebe. Edhe po kërkoja një krem i cili të zgjaste në hidratimin e fytyrës, ta mbante të hidratuar. Se ai glass skin etj që shikon është okay për 1 minutë, 2 minuta, 5 minuta. Mirë, po unë dua jo të duket bukur, unë dua të ndihet lëkura mirë. Edhe duke ecur, duke parë, tek kjo këtu që është koreanskincare.com, gjeta këtë kremin që në fakt po e kërkoja, mirë, po në asnjë vend tjetër nuk po e gjeja që të më vinte nga Anglia, përveç se te kjo Korean Skincare. Nuk është reklam, produktet janë bler me paratë e mia. Një ndër të paktat video që unë po jap idet e mia mbi kremrat, mbi produktet e fytyrës. Ideja është sepse besoj se siç jam unë në këtë moshë, janë dhe shumë vajza të tjera, gra të tjera në po të njëjtën moshë, të cilët përballen me këtë lloj situate në lëkurën e tyre, të cilat duan hidratim. Nëse juve pastaj e bëni edhe trajtime të tjera në qendra estetike etj me lëkurës, bravo, shumë mirë bëni që i bëni. Unë për vete që nuk i bëj sepse kështu ma thot truri im të paktën për momentin, atëherë duhet që, se po shikoj dhe emailet, më falni, duhet që të kërkoj ato produkte që janë më të mira për mua. Për një periudhë shumë kohë gjatë unë kam përdorur ca vajra dhe janë të mira, dhe unë prap do të vazhdoj të përdor sepse japin një hidratim shumë të madh. Mirë, po për gjatë ditës kur ti del etj, nuk del dot me një fytyrë të vajisur. Atëherë po kërkoja kremra. Ky është një ndër kremat që mua më pëlqeu, që ishte ndoshta ndër më të mirat, është me Aqua Squalene, është një krem hidratant, ndihmon, nuk mund të them në heqjen e rrudhave, po ndihmon që rrudhat të formohen më ngadalë. Ka hyaluranik, ka acid hyaluronik, kolagjen, edhe një sër gjërash të tjera që unë nuk ja kam iden. Kutia që vinte kjo që unë e hoqa dhe e hodha, ishte dhe anglisht edhe kjo korean, që besoj që është kjo këtu mbrapa. Edhe unë e përdora tani, domethënë sot, kështu që nuk mund të jap një review të plot, dhe më besoni që unë e ndjej lëkurën shumë të butë, krahasuar me se si mund të ndjeja me vetëm ato kremat e tjerë. Absolutisht, neve e kam thënë dhe do të them që kemi nevojë për një hidratim më të thellë gjatë gjithë kohës, edhe kjo ndoshta duhet të ndodhi
edhe lëkura duhet të ndjej që hidratohet konstant dhe mbi të gjitha duhet edhe ujë. Dhe ajo që unë doja të thoja është që ky presupozohet që të jetë shumë i mirë etj për lëkurat e maturuara siç është puna ime. Do ta provoj dhe të ju them. Bashkë me këtë më erdhën edhe 3 provza dhurat, që në faktikisht me 3 provza nuk thua dot asgjë. Kështu që thjesht do të provoj nëse do porosis sërish tek ta apo jo. Ju thash në janar që do ju jepja një review shumë të sinqert për sa i përket Beauty of Johnson, edhe mendoj që është një brand fantastik, po për lëkura të reja, 25, 28 deri në 30 vjeç, ndërkohë që neve që futemi 30 deri në 40 apo dhe më shumë, mendoj që kemi nevojë për hidratim më shumë, duke filluar që nga uji që do pim, kremra që do përdorim etj. Kështu që tani po ik unë, të merrem me kalamajt, edhe please bëni subscribe, ju put fort, kalofshi sa më bukur dhe bashkë jemi në videon e radhës. Mua!